kryetari i bashkisë në bashkë me komunitetin, me njerëzit, i din shumë mirë çfarë është e nevojshme e domosdoshme në mirëditë. Pra nuk mundet të kërkoj apo nuk mundet që të nxjisë qeveria të thotë që shiko se unë do investoj në këto që mendoj unë, jo në ato që mendon ti. Pra të marrë mirëdita X milion euro investime në, po themi në infrastrukturë pallatesh, që janë thjesht një mënyrë vizuale dukshme, fasad, dhe të mos marrë investime në ato që janë element jetik të ndryshimit drastik të ekonomisë, që është, po themi, infrastruktura rrugore, duke pyetur qoftë edhe komunitetin, absolutisht që sot do të kishte pas tjetër impakt në zhvillimin e zonës.